e zonë dhimbjet, i plasin ujrat në shtëpi, e merr babi, e çovi atje, e pa mamia, nuk është në nuk lind sot kjo, tha duke gëllinë në mëngjes. Mamia i la vetë, aty në dhomë, e lindjes, edhe i kufjeti në shtëpi ajo, në shtëpinë e saj. Ajo nuk zgjati as 2 orë. Kur ngrihet mamia në mëngjes, e gjen të mbaruar, u lind vetë çupa. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, për të parë më shumë video, mund të klikoni këtu te logoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në juglindje të Shqipërisë, do të lidhem me një 61 vjeçare e cila quhet Inxhie Koçi. Do rrethej një histori të trisht të familjes së saj në qytetin e Lushnjës, pasi vetë është martuar dhe jeton në Korçë, por ajo do rikthehet disa vite pas dhe do flasi për nënën, babain, motrat dhe vëllezërit e saj, por padyshim që ditën e sotme ka një kërkesë, kështu që e hap dritaren dhe e ftoj më njëherë zonjën. E dashur Inxhie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, të uroj shëndet, edhe unë Inxhie nga Korça. Edhe unë ju uroj shëndet, juve. Po më duke afërsisht 1 javë. Kam kontaktuar me numrin tuaj. Po, e vërtet, ju më keni kontaktuar dhe keni një problem që doni ta denonцoni. Kemi një problem. Po ky problemi ka shumë kohë. Po. Do ta filloj që nga se ky problemi qëlloi në vitin 1974-s. 1974, po. Po. Mamaja time shkovi në lindje, se është shtazane. Po. Edhe mamia e fshatit vajti edhe i tha, mamaja time atë natë ishte për lindje, edhe e la vetë, nuk ka rëndësi se ka vite që ka shkuar, e ka lënë vetë, mamaja time ka lindur vetë, kur vajti ndonja, ajo e fshatit mamia, e kështë gjetur të mbaruar. Në nëntuaj apo foshni? Në nëntime. Mamaja time ishte vdekur. Por e fundit, çfarë bën kjo? E pa duke mbaruar nga hemorragjit, që s'kishte më në mëngjes, i fut qafashu dhe kur u bë autopsia e mamas time, e gjetë me fasho, ti lëm këta, iku kjo. Deshte që atëheri se tash i ka mbaruar çdo gjë. Mirë po, tashi, mamaja time vdiq, pa atë natë, në mëngjes e gjetën të vdekur, vete babi tim se kështu asaj kohe në plan, u paraqit në plan, edhe njoftojnë tashi baban tim që hajde, se gruaja është e smurë, gruaja është e mbarur. E lambën ambulancën e Lushnjës. Vjen ambulanca, e marrin në mes të rrugës, ama e la fund jetës. Aty e marrin e kthejnë me makinë, e sjellin në shtëpi, tash i marrin fëmijën, e çojnë në maternitetin e Lushnjës sepse ishin tërë të vegjël. Ishim 6 fëmijë. Mua fëmijën e vogël mama kur më di që la 3 vjeçe. Që kisha të vogël. Unë isha e vogël për vete, e s'kisha mundësi unë të arrisë, qafu karavek. Sa vjeç keni qenë? E dashur Inxhie? Unë atë isha 10 vjeçe. 10 vjeçe, unë isha 10 vjeçe, edhe ishim shumë fukarenjë, edhe babi s'kishte mundësi që se s'kishte për kushtariste, unë kisha dhe 2 motra të vogla, njëra ishte 5, tjetra ishte 3, unë isha vogël për vete, bile, u bëra në unë, beta pa shkollë, unë jam pa shkollë. Ashtu, tash unë do të dalë këtu. Kur u vetë pa vajta njën me babin, e pam në Lushnjë, 7 muaj që qupa, e mora një në kra, qupënu, edhe pasaj më pas, këtu nuk mbaj mend, vajti babi me, e pa, apo jo, nuk e di. Kur vdes fëmija në maternitet e Lushnjës, njoftohet ajo maternitet i Lushnjës për shumë me prindrin e vajzës? Po, patjetër që po. Ashtu dhe, zhiqet nga gjendë civilja e reziston me ebrin e saja? Po, si lindi njerëzit që regjistrohen dhe kur vdesin që regjistrohen.
ashtu dhe, kurse unë e kam akoma edhe kur të vajta troqa se e fjetë mendjeneve, që valla dyq pa jo duhet e birsua, ta ja ku me firma. Në vitin 1992, unë martohem, se te ka martësin e dytë, unë martoj vi në Korç. Kur vetit ashi unë, në Grabjan, se jam Grabjan i Lushnjës, çup martua në Korç. Ashtu, kur vetit tre e qunë, që vertikatën, që bëra që liberi tu, mua më reziston emri çupës kujtime, Hamzaj akoma e kam në certifikat. Edhe tu kam në ndryshim tash unë, që kur fëmija vdes, e heqin nga gjendë civile, se kula foksa me të djalin unë, nga stafi juaj, po, pas është, tha, gjë figuron, tha, do la fos me odedën, tha. Si quhet vajza, motra që... Kujtime, Hamzaj, kujtime. Ju kujtojnë muaj kur lindi? I vjeti, Po. Data 12, 12 tetor 1974. E 74-s. E dashurin gjie, më vjen keq që po dëgjoj këtë histori të trisht, më lejon të pyes? Po, të më pyesësh për çdo gjë. Nëna juaj e ndjerë si quhej? Ajo Hurma. Hurma. Zonja Hurma mbeti shtatzën me kujtimen, fëmine e 7 i bie. I 7. Në renditje. Që fatkeqësisht sa që diti si du. Që fatkeqësisht i mori dhe jetën, më korrigjon nëse gaboj. Ata e zun dhimbjet e lindjes, por pse nuk shkoj në spital atë ditë, por qëndroi në shtëpi, për të lindur në shtëpi? Jo, nuk qëndroni në shtëpi. E zun dhimbjet, i plasin ujrat në shtëpi, e merr babi, se ne kishim martanitetin në fshat në Grabjan. Po, e qartë, e kuptoj. E qovi, nuk e mbajt në shtëpi, e qovi atje, e pa mamia, tha që nuk është të nga verë, nuk linë sot, kjo tha duke gëllinë në mëngjes, ajo nuk gjerë t'ja 2 orë. Ajo shko në shtëpi edhe prej gjumë, se s'kishte njëri tjetër, vetëm mamaja time ishte atë natë, se s'kishte në një shoqe tjetër, që t'ja dinte historinë mamas time që si ndodhi, se mamia vajte në shtëpi fjeti, se mamia tashe kishte dhe shtëpi qërë në maternitet, po t'i binje muri dëgjon të ajo, po mamaja time ishte e vetë. Por bashkëshorti baba juaj nuk qëndroi atë natë në shtëpi? Jo, nuk qëndrovi në maternitet, po edhe në shtëpi. Po pra, atë natë ka qenë nëna juaj dhe baba juaj. Po. Çfarë ka ndodhur gjatë natës që nënës le të themi nga hemoragjia e tepërt humbi dhe jetën? Ishte vetë, shiko, e babi e çovi në maternitet. Po. E shtrovi në spitalën, në maternitet. E la atje edhe iku në shtëpi. Po. Edhe i thotë ajo, mamia, babi tim, si tha babi, ka për lindje sonde, tha të riun, jo, tha s'ka rëndësi, tha, nuk është për sonde, tha, për lindje, tha, po duke nga mëngjesi mu të lindë, kjo, tha, po ik, tha, mos ke merak, si jamu në kontrol. Ajo qarë bon? Nëna juaj ka vdekur në spital? Në spital, maternitet. Të mërsh. Ajo është mbaruar, gjysë me trupin mbaruar. Sa erdi ambulanca, gjoja, njoftovi ambulancën e Lushnjës. Kjo vjen nga Lushnja, se ne s'kemi atë. Vjen nga Lushnja, ambulanca, edhe me që nga materniteti Grabjanit, do ta nise për në Lushnje. Por më fal pak. Në mes të rrugës. Të lutem, Inxhie, nëna juaj atë natë qëndroi tek spitali i vogël i Grabjanit. Po. Nuk pati asnjë infermier, asnjë mamie gjatë natës? Jo. Mamia i la vetë, aty në dhomë, e lindjes, edhe i ku fjeti në shtëpi ajo, në shtëpinë e saja. Nuk pa ndevi valla, mamaja time që do linte, apo me ora, 1 orë, apo 2 orë. Se ka, nuk i di këto. Pa jo e la vetë, i dim këto gjera të la vetë, edhe i ku në shtëpi. Kur ngrihet mamia në mëngjes, e gjën të mbaruar. Njofton kjo ambulancën e Lushnjës, vjen ambulanca që taktonin në Lushnje. Mirë po, në mes të rrugës, a quaj në spital akoma në Lushnjës, ambulanca, e kthemi prap rrugën ajo, për në shtëpi se e mbarovi. Marrin fëmin, e çojnë direkt në pastaj në Por të lutem, motra juaj
lindi gjatë natës dhe nëna ishte e vetme, apo kur vajti mamia në mëngjes? Po, u lind vetë tupa. E lindi vetë. Mbaroi hemorragjia, se ka shku hemorragji shumë asaj. Po, mamia çka ka treguar? Si e gjeti foshnjën? Në krevat aty që sa kishte lindur? Kush e ka parë pa? Njeri çupa. Ishte lindur vetë, edhe mbytur kjo hemorragjia, se i kullovi hemorragjia, se prandaj diç. Çfarë bën kjo? Se ne i dim këto gjërat. Merr fasho kjo për të mbytur, ta blokonte loja, që mos si shkon hemorragjit. Pastaj, kur i bën nëse se u shfaq që ishin fashot brenda vetes, kur u bë autopsia në fshat në Grabian, ati kishin gjetur fashot. Por nuk u mor asnjë mas për mamien? Nuk u morë se ajo deshte, po babi tim ishte i vogël, për 35 vjeç ishte babi tim. S'kishte i krah, ishte shumë fukara, ne ngordin për bukë, edhe këtu nuk mbaj mend mamaja time aq fukara. Ku e veshur e ku pa veshur, ku e ngren, ku pa ngren, ku shumë hadhe i gjinj. A kishte babai tim ta ndilte atëhere? Po nëna sa vjeç ishte kur vdiq? 32 vjeçe. O, sa e re, shumë e re. Fatkeqësisht. Shumë e re. Por, ndalemi tek motra, se ky është momenti më kryesor dhe ti për këtë ke hyrë këtu në live me Odetën që të gjesh motrën tënde, që i vendosët emrin Kujtime Hamzaj. Kujtime. Po unë dua t'i tregoj historia saj si ka vdekur. Edhe me qoftë se çupa është gjallë, unë atë dua që t'jetë gjallë. O është birsuar kjo, ose vërtet është ndarë nga jeta. Unë bjen ndryshim tash që ajo figuron më në certifikat. Që nuk është bërë regjistrimi, e qartë, e kuptova. E dashur Ingjie, në momentin që ti ke qenë e vogël, por besoj kur i e rritur, babaj ti ka treguar më mirë dhe ti e ke fiksuar ngjarjen e rëndë dhe të humbjes së nënës, por edhe humbja e motrës njëkohësisht. Në momentin që motra juaj erdhi në jetë dhe nëna ndroi jetë, ato e çuan në spital, në spitalin e fëmijëve. Maternitetin e Lushnjës. E Lushnjës. Ndërkohë, 7 muaj ka qëndruar në spitalin e Lushnjës? Po. Dhe në këto 7 muaj, ju e kujtoni fare mirë që keni shkuar dhe keni takuar, e ke mbajtur në krah motrën? Unë e mbajta në krah, vajta vetëm një herë, mbaj mend. Po. Pastaj më pas nuk di gjë. Vallai që unë këtu nuk e marr vesh. Dhe kur u rritëm, nuk kurajgjej në muhabet me babi që të na tregonte që si ndodhi, që ka vdekur çupa, a vajta e mora una, a më njoftuan, as më njoftuan, të muhabet në unë nuk e di. Por nuk arritë të flisit me babin tuaj? Jo. Kjo është. Edhe mirë po... Si e morët vesh lajmi që ka vdekur më pas? Ka vdekur, po valla ka vdekur. Tashi... Kush u dha këtë lajm? Shiko, njoftoham para 7 vjetëve. Po. Imla ishte në Greqi. Po. Dale tashi se shmuhabet kuj. E njoftoj, si pas certifikatës se jam edhe pa shkollë, nuk e di. E qartë. Edhe i them vllajt, se si marrë vesh nga juve që dole t'juve emisioni juaj, ti qofshe nderuar, pa që jetën e gjatë, ti bëfsh hajër, me sa musi që ke, Zoti ty të bëftë. Të falenderoj, sinqerisht, të falenderoj. Mirë po shi, i them vllajt, ore vlla ta shuna, çupa reziston gjallë. Si t'ja bëjmë? Ku i di ti thama? Unë e kam berim në asaj në certifikat, thashuna. Prita se do bëjmë kërkesa. Bëri kërkesën, i mlaqi nga Greqia, për në Tiranë. Po. Tash ti nuk u kthy gjë, haberu. Po, valla gjë vdekur, se si nuk e di. Po jo, të lutem, Ingjie, pse ju më thoni që motra vdiq, është e vdekur? U a tha dikush në ato kohë që vdiq, u a tha spitali, apo e mendoni ju vetë? Mendojmë neve tashi. Ju nuk e dini nëse ajo ka vdekur apo jo?
Pse mendoni këtë gjë? Nuk e dim të saktë. Por pse mendoni që ka vdekur? Po, se di, nuk e kuptoj dhe unë, se as haber asgjë. Po pra, sepse Nuk e di. deri në muajin e 7, kjo është. deri në muajin e 7, që ka qenë 7 muajshe kujtimja, ju e keni takuar, pra ti e mban kemi takuar, vajta unë e babi njerë, unë mbaj me njerë, tash më pas nuk e di me unë. Vajti babi me unë, a ka marrë haber ajo, mirë po tashi, kur berim la, do të dartu, kur berim la kërkesën, nuk ka ardhur gjeti nga Tirana, se ta bëra kërkes për në Tirana, ta për imin e saj që ndodhe gjalla po jo. Ta dhe djali, se djali e qik me pjekur, o Allah tha mua, se i tash ore këshu, ta shë bëra kërkes prapë. Babi thot që nuk e dim na tha si të vdekur. Jo, tha babi nuk mban me ta djali, unë e di shumë mirë ta djali një pitimë, se sot të 20 e ca vjeç, s'na ka ardhur gjë përgjigje neve ta që e gjallë, a pa vdekur. Po ti ndi që tha mua, kërkoj tha se rrezik ajo do të gjallë. Unë, shiko, ajo tjetë vetëm për vetën e saj, nuk i bje në qa, po isha atjetë se ajo ka vdekur vetë pra të vajzë, të pak e di që ka lënë një kujtim mbrapa, edhe ka emri kujtime, që dua vetëm ta njoh, ta shikoj që është ajo apo s'është. Kam dhe hadhin këtu, mos ja kam ndruar emrin asaja, mos se ashtu, nuk e dija këtu, po bie shumë ndryshim. E dashurin gjie. Fol. Do flas. Po pati. Thjesht fakti, nga nuhatja ime si gazetare, që kam vite që merrem me këto histori, patjetër se ti di gjërat më shumë. Ky opsioni që ka vdekur, unë e heq fare, sepse ju nuk keni marrë një haber, një lajmërim në ato kohë nga spitali, që të thoshte ka vdekur vajza, pra këtë thjesht e dyshoni ju. Përderisa vajza ka qëndruar në spital për disa muaj, pra deri në muajin e 7 ka qëndruar në spital ku ju e keni takuar, do të thotë që ajo ka patur një shëndet të mirë. Më pas, vajza mund të jetë dorëzuar në një jetimore. Edhe babi e kemi lënë për një parë sa të përkembesh e do ta menim, nuk do ta linim për fare atje si ishim të vegjël, sa të rritesh e pak e do ta menim çupën. Por babai u interesua më pas, babai është interesuar ndonjëherë? Tashi nuk e di unë, këtë problemi nuk e di. Por si ka mundësi, babai ka ndruar jetë, është në jetë? Ai tashi ka një 17 vjet që ka vdekur. Ka 17 vite. Ju asnjëherë nuk folët me babain tuaj për ta pyetur për motrën? Jo. Pse? Ishim shumë fukarinjës, nuk e di, nuk shkonte mendja me. Neve sikur se di, sepse kemi qenë edhe neve kajtë mbrapa, nuk e kuptoj o deda. Se të thash njerë, ku hanin, ku t'hanin. Kjo. E qartë. Ishim shumë fukarin. Ato viti, ato kohë. Se ishim të... E di ato viti atë heriti. Ndoshta e ke rritur. E qartë, e kuptoj. Varfërin që keni pasur në atë kohë. Por, Inxhie, ju e prezantuat bërë të parë dhe unë uroj dhe shpresoj që të gjendet motra juaj, që i vendosi emrin. Kush ja vendosi emrin kujtime? Babi. Babai. Unë uroj që kujtimja të ketë pasur një jetë të mirë, uroj që të gjendet dhe të bashkohet me familjen e saj, sepse ka 6 motra dhe vëllezër. Ka 3 ishim qashtë, 3 vëllezër, 3 motra. 3 motra emi, tash mbetën dhe 2 vëllezër. Se njeri na është ndarë nga jeta ka 9 vjetë. Aksident nga makina në Greqi. Ngushëllime, më vika keq që keni humbur dhe vajnë. Ti dish hallet e tona, të thuash ti o Inxhie, ti vezduar në kokë. Po unë, ikën ato i hodhën mbrapa, se po ti kujtos. Të besoj, por dua të pyes, pas vdekjes së nënës, si vazhdoi jeta juaj në Grabjan të Lushnjës? Si ka vazhduar. Edhe bile neve jemi të ardhur që nga Berati, nga Qereti, Qereti i Beratit, erdhëm në Grabjan. Edhe kishim bërë një kasole me kashtë. Edhe bile kur na nda mami nga jeta, në atë kasoli, sa kemi vojtur, ku bilte shi, frynte erë, pa u zbulua
ka soldja, aq kemi vojtur, neve me Odeda, aq kemi vojtur, që mua më vjen edhe turpë, kjo ditë e sotshme, që të rrëfesh kaq siklete. Nuk është turp, ajo është e shkuara juaj e hidhur që si puna juaj në ato vite, shumë familje kanë vuajtur. Edhe jemi shumë të vojtur jashtë mase. Pastaj kemi kaluar. Kush u kujdes për ju? Babai u rimartua më vonë? Babai u martua, kishte marrë një aty, me po vllai tim që ishte me mase mua nuk e deshte, se kishim atë koma zjarrlekun e mamit, që na vdiqë, edhe babi Çarveri e la, edhe su martua babi me. Mosha 35 vjeç ishte babi tim. 35 vjeç ishte babi, 32 vjeç dik mami. Edhe ka vojtur vetë ku i ngren, ku pa ngren, i zbathur, i paveshur, kështë të them kur më kujtojnë, una i kam akoma. Unë jam po vete sot 62 vjeqe Odeda, nuk ka ditë se them shumë, unë ha mbush barku me bukë, edhe them Odeda, të kam motë, të kam zanë, se e nga krau im, jemi patriote, besoj, se kam dëgjuar vjen. Nga jugu jam, nga Strapari. Të qofsh ndos, edhe them shu, që a kishte ngran buk mamaja ti me atë natë ku shkovi për lindje? E thimshme. A ka ngran, kur mbaj mend, ku i zbathur, ku paveshur, kur e mbaj mend, o zoti bukur, po më rënë të një pikë mua, si roj unë me të këto kujtesat e saja, si roj unë. Si roj unë. Imazhin e saj e mban mend, dhe se ke qenë rritur 10 vjeç. Shumë, 10 vjeçe. Çfarë të kujtohet nga nëna jote që të ka ngelur në memorie? Nga nëna ime më ka mbetur vetëm vojtjet e saja. Mbeteshte se kishte edhe një motër martuar aty, edhe mbeti, do me thënë vetëm lypte buk, vetëm për fëmijët e saja. Lypte, shkonte, kërkonte, kishte raste sa e buante për vete, kishte raste që jipte motra edhe s'kishte raste që s'kishte për vete. Ku flinim dhe pa buk Odeda, ma më vjen turp të merret vesh kjo histori në botë. Të besoj. Se jam edhe një tip që edhe plakën time unë po të rast të kërkoj me. Haroj, po edhe ti, ose edhe ti, unë nuk e kërkoj sikur të shtriem tash e nuk e kërkoj. Edhe jam shumë tipi. E dashurin Gjia, sinqerisht u preka nga historia juaj. Ajo që më preku më shumë është që babai, pas fatkeqësisë që humbi gruan e parë, e lidhi jetën me ju, me 6 fëmijët. Me ne, edhe shiko, që ta tregoj mosha time, kur t'i babi tim, vetëm atyri që ta tregojnë që qarë moshë u behy, që të thuashti 80 vjetë. Shikojnë që klak në muri. E ke tek muri shtëpis. Po. Ajo është njerë ka kia, që ka rritur. E shikoj. Ja vlajtin që është ndarë nga jeta. I paharuar qoftë, i paharuar. Ros. E dashurin Gjia, e kuptoj që kur kujton nënën, kujton vuajtjet dhe dhimbjet që keni kaluar dhe është e trisht. Por, desha të thosha për babain tënd që ai tentoi një herë, gjeti një grua, por ju nuk e doni që ai të martoi se kishte dhimbjen e nënës dhe ai e ndau. E laj. Sa qëndroi ajo zonjë? Një herë ka vetë. 1 muaj, 2 muaj. Nuk qëndroi, kush e di dhe ajo më dhe të ari, përsa unë se ishim 6. Ajo është e pa fëmijë. Edhe kush e di se si ka qenë puna të heri, se unë s'baj mend. Kush e di si ka qenë puna. Unë ndarë me të edhe mes të martuavi tim. Pas sa kosh nga vdekja e nënës, erdhi kjo zonjë në shtëpi? Po, shumë vonë. Shumë vonë. Po, thuaj se ishte një 50 vjeç. Por shumë vonë se nuk vendoste dhe ai të martoheshe, se kishte shumë dhe mështëri për mami. Edhe shtë nuk martohë. E qartë, e ndjeni vete në faj që në një farë mënyre
ja shkatrua dhe jetën babait, se Shumë. vdekja e nënës tuaj ishte fatkeqësi, nuk ishte në dorë asgjë babai juaj. Po, dëgjoj, nuk e di, ata e din të dy, po që unë jam shumë kashi pishman atje, se nuk ka shqyruar jetën atje, fukara, kur u qojtën fëmija në punë, që të mbushte një barku me bukë, nuk zjati shumë. Vdiq. Inxhie, ju rritët me shumë sakrifica, pa nënën, vetëm me babain, shumë fëmijë në varfëri, ju vetë çfarë moshe u martuat për herë të parë në Grabian? Unë jam martuar shumë e madhe, se s'martojsha se tesha këshun. Nuk martojmë, ku tale babin unë. Që është fukara, ku tale babin? Martoj 27 vjeqe. Pra, ti, po 27 vjeqe nuk është moshë madhe të martohesh. Së mos në ditët e sotme është në moshë normale. E po ne doratone kemi nga 15, vajti 15 të martua. Ju nuk pranua të martoheshit, se doni të kujdesisht për babain. Kush u ambushi mendjen që të martoheshe në atë moshë? Nuk e kisha idem fare. Ishte një histori dashurie që u dashurove, apo me blesëri? Që u martova? Po, për martesën flasim, martesën e parë. Me mbesëri, se t'ishte vetë, nuk ka rati se shau të vijan gjë në Korçë, nga Grabiani unë, të janë në Korçë. Por çfarë? E kam pas drikën dashurin me, se të qakshu, do dashurin, mja më la, ku do vete unë? Të më rajnë, ku do vete unë? Të më vrasi? Edhe kështu. Por çfarë ndodhi? Me gjithate, shikot asje. Po, jo, desha të pyesja, çfarë ndodhi me martesën e parë? Pse u ndave? Bje këtu të ashitina. Ky martova me këte unë, edhe ky ka rëndashur me një tjetër. Kjo historia tia është histori. Se me këtë vajzë që mori ky më shoq i pari, e kështë i dashur i vlaj. Mori të dashur në vlajt? Si që digjova se vinë lapit, lere këtë tha se kjo është esme, tha nuk shkon me ty, tha. Do të bëjmë një tjetër, tha. Unë në shpi, a ju vajti rëmbevi tjetër. Dhe ta solli ty? Një ka u 4 ditë, erdi vlaj më mori, u bëhet plasi dhe një debat atje, edhe kot fare. Shkova në babi, ju nuk sollt një jetë fëmi? Jo, sola në ishte 7 Ishe 7 momenti kur ai të tradhoi dhe solli një tjetër grua në shtëpi. Shikota shitina, kur edhe unë kur më ndavi mua, edhe unë nuk e dinja vete se isha 7 Ishte ai muaj që mua s'do më vinin me. E qartë. Edhe kur u shkova në babi, një muaj, 2 muaj, 7 Qarë bëjë unë tashi? Se fukara dhe, të mite dhe turp. Se ne jemi qik mentalitetin brapa. Qarë bëra unë, vajta i dështova vetë fëminë. E hoqe. E hoqa fëminë. Edhe ndenja ko gjavit e pastan që su martova me. E ke përjetuar ndarjen e parë? Përjetova, nuk them, po pastaj pasas një 3 vjet, 4 vjet këshu, martova edhe atu. Në Korçë? Në Korçë. Të mbetesha me baraq, të mbetesha, shkova, vizitova. O ta kemi shtu huaj në mytër. Unë nuk isha ndonjë gjë, jam si tash i barku ndras. Se ishin gratë këtu, po që ne ti mi shuhesh me maragjime këshu. Ndenja, po thuaj se bi 20 vjet këtu. As fëmija asgje, vete vizitojnë prap, ku kemi këtuar, ta mos shkonja unë atë muaj të operojshë, do kaluja në kancer, do kësha 10 vjet i kësha barbar. Do këthesh, kam historirat e mja ku mbarojnë. Edhe mu bese bip, një komshi e këtu, pajt me të vizitoj se nuk ka doktori mi shtuaj do vdesësh, s'kam gjë, nuk kam gjë, mu merë kjo mua atje, o doktori mua, doktor Micheli Koçës, në Amerikë të shkoshtin gjitha, në duart e mja do shprap sa mua. Nuk zjati asë muaj, vajta ushtova atje, operova, më tha doktori, ke mundësi ta të lindësh, ta se këshim shuaj. Mirë po,
dua të bëj një konsult, të vijë të shoj, të bëj analizën, që bëna po zbata, pastaj të kurojmë ty, që të krijosh familje. Mirë po ky bashkëshorti. Bashkëshorti në që kote mora, sa të thuash ti byde halët, nësi të plasë si motër. Unë do të ke motër, ma në këtë botë në ato botë. Edhe i tha doktoj që të vish, të bësh konsultu, analizë thjesht, por pastaj tha kemi neve probleme këtë. Unë desha vetëm një palë hapje për të rregulluar ciklin. E qartë, problemet që kishe dhe mjeku do të kuronte. Por bashkëshorti nuk vajti, nuk donte. Ky nuk vajti, nuk shkovi, bera ca debate, i ka dhe kebabi unë shkova, i ka dhe një muaj për këtia, për që që fëmije që nuk deshte me mua. Nga turpirda prap, jam beta unë pa fëmijë njërë mësot. Ju nuk keni si një fëmijë. Edhe aq probleme kam hequr këtu, aq hadhe kam hequr këtu, edhe se neve, ande nga neve kemi këshu si turp, se si di tjetri hadhe si i ke. Do thesh ja, si mba burat, qupaj, ne imit. A i më lasë e mori dashën e vlajt. Ti ke unë që këteje, si ku s'hashe këma betë. Sa vite martes ke aty në Korçë? 33. 33 vite, dhe nuk je e lumtur? Si mirë e lumtur, po si nga ta them si motër, ne mora pa dashje, edhe këshu jam akoma që as më do, as e dua, si strehim, koti. E ke menduar të birësosh fëmijë? Po, prap sa do që nuk e desha, prap desha që të bëja një fëmijë të linja. E ja, plak, kam vajta, po vete 62 vjeqe. Jam tashi, kam 2 vjetë e gjysë që nuk dal nga shtëpia. Pse, qa për? Jam shumë e smur, nga këmbët, s'më baj këmbët. Të shkuara. Kam shumë problemi. Nga shtulla kurizore, nga 2 gofat, nga gjunjët, vajta, vizitova në Greqi, më kërkojnë mua 7.000 euro. Por, e dashur, kush kujdese sot për ju? Vetja ime. Vetja jote. Të më shikosh të thuash ti. Si ben? Me një dorë bastunin, me një dorë qarë mund të besh me një dorë. Dhe që hajde se qarë do besh, po mas më bajnë edhe këmbët. Unë dua i smetë, unë dua njeri, o s'kam të ardhura. Me 100.000 leka o deta që m'japin to për kraje, qarë do me marrë? Të marrë ilacet, të marrë për të ngrënë, apo të marrë ndoj një gjë, që unë më vete syri për shumë. Nuk e marrë. Por bashkëshorti, sa vjeç është? I më shoj që po 150.000 leka mëra, që doli pensioni, se është një 12 vjetë mas e muajve. E qartë, kushtet nuk janë le të themi të mjaftueshme për ju. E dashurin gjie, ndoshta tani nuk është momenti për të birësuar, por pse nuk e birësove më herët një fëmijë? Nuk deshte ky, nuk pranonte ky. Desha të meja ke një vlla. Edhe e bëri nusja, beti me parë, e ja deshtovi ky. Jo, tha nuk e dua. Nga kjo i ka unë, që u largova një muaj nga shtëpia. Se nuk desha të lapose zakshu, po me qenë që zbulove, ja po ta them. Dhe ma m'bjen keq, sinqerisht nuk vjen keq, por gjithsesi je një zonjë shumë fisnike. Mirë, dashurin gjie, kthehemi tek motra juaj, se gjithë pa tjetër, i lem këto, se ne, pa tjetër. Është fokusi tek kujtime Hamzaj, që unë duat bëj një thirrje në këtë momente, kujtime Hamzaj, jemi në kërkim të një vajze e cila ka lindur në 12 tetor të vitit 1974 dhe i bie të jetë diku te 51 vjeç. 51 vjeç që kam llogari unë, aq i bie. 51 vjeç, ka lindur në qytetin e Lushnjës, nëna i vdiq, zonja Urma, nëna juaj, dhe vajza kaloi në spital dhe dyshohet që mund të ketë kaluar në jetimore dhe mund të jetë birësuar. Këto janë dyshimet tona, por e vërteta nuk dihet.
E dashur, Kështu. Inxhie, ajo ti kishe merak se ndoshta emrin mund ta ke ndryshuar, por mund të mbaj dhe të njëjtin emër dhe mban mbi emrin e familjes birësuese. Një pyetje kam Odeta, dëgjoj. Edhe ajo për shembull nëse është e birësua. Martaniteti nuk ja jep certifikatin e lindjes? Po patjetër, dosja e kujtimes e ka ndjekur kudo, nga spitali në jetimore derisa është bërë birësimi me një vendim gjykate, kështu që këto të dhëna janë zinxhir dhe nuk u mbasin asnjëherë. Dhe ne po e prezantojmë sot për të nisur dhe kërkimet, më pas gjithë me shpresën për ta zbardhur të vërtetën e motrës tuaj. E dashur Inxhie, je diku 11. Do të them një diçka. Se unë nuk I di këto gjërat. Juve kërkimet të juaj ka ndonjë detyrim më mësuaj? Jo, zero. Dhe bëre mirë që ma bëre këtë pyetje, se gjithë më pyesin sa është detyrimi. Zero është detyrimi. Si në live më Odetën, si dhe në emisionin pa gjumë Report TV. Unë vetëm nga ty tash që kam shpes, do Zoti t'jetë e gjallë për vete. Do Zoti, po është e mirë, ama po t'jetë gjallë, do t'i lutesha shumë, dhe këtu që të zbulohet, vetëm ta njoh, vetëm ta shikoj se është rrenja time, është gjaku im, se për atë mama time ka vdekur. Do me thënë, më vdik me mua, po kalen një të dytë. E dashur Inxhie, edhe këtu desha të ndalesha. Mendoj një moment që e ke përballë dhe po e shikon siç po më shikon mua tani. Çfarë do I thoshe? Një motre që se ke njohur kur. Shikon, do t'i them kaq. Kujtimja qofse ndodhet, uroj Zotin që sikur ta di që është e birësua, është diku. Edhe do t'i lutesha shumë, vetëm të zbulohet, vetëm ta njoh, po ka dëshik na njoj, ta njoh, edhe do thot, po ku keni qenë ju më parë? Shu kanë qenë hadet, shu kanë qenë problemet, edhe në qoftë se kush e ka marrë, ka birësuar, do ta falenderoj shumë. Njënën mua më ka vdekur, nëna time është ajo që ka rritur kujtimin. U kam një parandinje kështu Odeta, sikur është gjallë, sikur më ngjetë mua, sikur do t'i ngjas asaj që kalëm të vogël, sikur nuk e di, unë kam një parandinje, kështu qof parandinjet e mia. Ashtu qofshin, mia. Zoti I para Odeta, pastaj jemi neve. Po është e mirë se ajo kujtimja nuk është vetë. Ajo ka dhe 4 motra, Inxhia është e madhja, është Bulja, është Viola, vëlla I madh, është Guri, I dyti ishte Barjami, pa ju nda nga jeta, I treti është Sabriu. Po të doj kujtimja të njoj të afrojt, të bashkëshohet me neve, se do jetë jeta me e lumtur. Nuk jemi, se ajo sot është mosh madhore, mund t'jetë familjare, ka fëmijët e saja, mund t'jetë bërë dhe gjyshe, po uroj të bëhet gjyshe. Mirë, unë Ami them për gjitha fjalët që the ditën e sotme, uroj që të gjendet. E dashur Inxhie, të gjendet. Po si do që jeto o ti Odeta? Po. Zoti më atë. Kaq. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe unë të përqafoj dhe të puth nga Tirana. Po unë të dua shumë. Po të dua shumë, kam shpresë ke ju e tash. Lukta. Kësaj ashtu ti ta njoj ta zëll me një në telefon, I Odeta ta shumë. E sikur me di një diçka kështu. Mirë, do mbetemi në kontakt, do të telefonoj për gjithçka. Mirë të dashur miq, dëgjuam historinë e kësaj 61 vjeçare, një histori e dhimbshme e jetës së saj, e cila ishte në kërkim të motrës që u vendos emri nga babai, nga Indieri Kujtime Hamzaj, që erdhi në jetë e theksoi 12 teton 1974 dhe I bie 51 vjeç. Kushdo që e njeh këtë histori, kushdo që ka informacion, është I lutur të më kontaktojë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj.
Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani edhe në faqet e mia zyrtare në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.